Luanën u lidhëm kur isha këtu, edhe na u ngjit shumë, se ka një shpirtëri shumë të këndshme Luana. Pastaj tha që i pëlqente Miami dhe unë i dërgova një mesazh se ne po bëjmë këtë, nga që çdo vit unë zgjedh një shqiptare të ma hapi ekzibicionin, kam pas Tresi Sejdinin, kam pas Cindy Marinën, Tika Canaj, unë ftova Luanën të hapte. Luana nuk ishte e sigurt dhe erdhi momentin e fundit edhe kështu ndodhi që erdhi. Pasi e bëri bashkëpunimin, cili ishte komenti që Luana bëri? Jo, Luana ishte fantastike, biles kur i dhan mikrofonin që mori çmimin, tha Miami, ndaloni gjithë, tha, me një konfidencë jashtëzakonshme. Tha, Miami është fantastik, femrat janë gocat më të bukura që kam parë ndonjëherë. Meshku çka. Edhe u bë një zhurmë gjigande aty se i provokoi. Po që konfidenca e Luanës ishte fantastike. Edhe shumë e këndshme, unë mblodhëm gjithë grup shqiptarësh, aty Fadili vjen gjithmonë.